do thoja që në fillim që Gazeta Drita operonte bashkë me revistën Nëntori, ishin pjesë të njëjtës lëvizje kulturore, kontrolloheshin nga të njëjtit njerëz në thelb, edhe zyrat i kishin ngjitur tek ish lidhja e shkrimtarëve që më pas u bë dhe Ministria e Kulturës tek rruga e Kavajës. Ishin ata që punonin aty ishin kolegë, merreshin vesh, ishin miq, kështu që Drita dhe Nëntori në një farë mënyrë ecnin paralelisht në atë kohë. Tani flasim për fundin e viteve 90 që nga ana historike besoj që ata të brezit tim po dhe të tjerët më vonë do ta mbajnë mend që ishte një periudhë kur po lajmëroheshin ndryshime të mëdha në Evropë, veçanërisht në kampin e lindjes, që me reformat që nisi Gorbaçovi në Bashkimin Sovjetik, pastaj me lëvizjet e protestës, me rrëzimin e murit të Berlinit, me atë që ndodhi më pas me Ceausescu në Rumani, pra ishte një lëvizje e madhe e cila kërkonte ndryshime, premtonte ndryshime, dhe që me mënyra të ndryshme arrinte deri në Shqipëri, megjithëse Shqipëria në atë kohë nuk ishte pjesë e kampit socialist, pjesë formale e kampit socialist. Bile, unë mbaj mend që Ramiz Alia në atë kohë dilte dhe thoshte që ato që ndodhin në ato vende nuk kanë lidhje me ne. Ne kemi rrugën tonë, historinë tonë, politikën tonë etj. Domethënë ishte koha kur Tirana kërkonte të distancoj edhe më shumë nga lindja për të shpëtuar nëpërmjet një të menduari magjik këtu nga ato që po ndodhin aty në lindje, përmbysjet e mëdha në sistemin politik, ekonomik, ideologjik, kuptohet e tjerë. Tashi kuptohet Drita dhe Nëntori, veçanërisht Drita ishte gazeta e lidhjes shkrimtarëve, por ishte edhe pika e referimit për kulturën në Shqipëri. Dilte çdo të diel, njerëzit shkonin dhe e merrnin rregullisht, ishte gazetë shumë e kërkuar, shumë e lexuar. Dhe kur filloi era e liberalizmit në atë kohë, shumë njerëz që merreshin me kulturë, aktivisht ose që e ndiqnin, ishin të interesuar, prisnin që shenjat e para të këtij liberalizmi ose të kësaj hapjeje të shfaqeshin në gazetën Drita. Siç kishte ndodhur më përpara, pjesa e kulturës dhe artistëve në Shqipëri ishin më të gatshëm për të përqafuar idetë liberale dhe atë iden e përgjithshme të hapjes ndaj botës. Kjo kishte ndodhur në 73-shin, por pastaj ishte shtypur në mënyrë dramatike nga regjimi, por edhe atëherë kështu kishte filluar nëpërmjet një lëvizjeje në kulturë, në art, në botën e spektaklit e tjerë, kështu që pritej që të ndodhte e njëjta gjë edhe tani, domethënë në fund të viteve 80 me Dritën dhe Nëntorin, edhe gazeta nuk i zgënjeu pritjet, sepse edhe ekipi që punonte aty ishte një ekip njerëz me mendje të hapur, njerëz që e donin të parët ishin ata që e donin ndryshimin dhe që ishin gati të sillnin këtë ndryshim në bashkëpunim me ata që kontribuonin për gazetën. Po gjitha kjo duhet bërë me kujdes, në mënyrë që të mos i jepej pushtetit në atë kohë ose krahut më konservativ të pushtetit preteksti për të marrë masa ndëshkimore shtypse censuruese ndaj atyre që shkruan tek Drita. Pra ishte një lloj loje shahu shumë e kujdesshme që bëhej me regjimin. Të gjithë e dinin që herë ta vonë gjërat do të ndryshonin. Çështja ishte si do ndryshonin, e para, e dyta si të ndryshonin pa u ndëshkuar njeri, dhe e treta kush do t'i bënte këto ndryshime. Edhe kjo kishte rëndësi sepse në të ardhmen, kur të vinte një regjim, një pushtet, një grup, një elit e re njerëzish në krye të kulturës,
Këta do ishin ata që e kishin nisur ndryshimin, pra dhe kjo kishte rëndësi me perspektivë në drejt të ardhmes. Tani, siç thash, ishte fjala për hapa të vegjël dhe për përpjekje, kuptohet, gazeta dilte çdo javë, bëheshin gjithmonë përpjekje të vogla për të testuar limitet e censurës ose të asaj që deri dje nuk lejohej nga regjimi. Dhe kjo gjë ndodhte si në letërsi, që botohej aty, poezi, tregime ose forma të tjera të prozës, ashtu edhe në përkthime, madje përkthimet shikoheshin si një fushë ku ishte më lehtë që të futeshin ndryshime në qasjet kulturore. Mbaj mend që në atë kohë u përkthyen bile disa gjëra që u konsideruan me të drejtë si hapa vendimtar ndaj afrimit dhe liberalizimit të kulturës. Mbaj mend që u pat botuar një përkthim i letrës që i kishte dërguar Kafka teatrit, ishte një përkthim i Erdian Klosit, që bëri bujë, sepse deri atëherë Kafka konsiderohej si përfaqësuesi i letërsisë dekadente, reaksionare, si kërcënim ndaj integritetit artistik, moral, politik të kulturës tonë etj. Dhe krejt papritur tani jo. Papritur jo, po shikojmë një ditë prej ditës Kafka shfaqet në faqet e gazetës Drita dhe kjo natyrisht është edhe më e rëndësishme se sa vlera që kishte vet ajo vepër e Kafkës. Kishte rëndësi për gjestin që u bë, për aktin që u ndërmor nga drejtuesit e gazetës, natyrisht edhe ata kishin marrë miratimin e dikujt tjetër, se ashtu funksiononin gjërat atëherë, askush nuk guxonte të este shumë përpara pa marrë një miratim horizontal ose edhe nga autoritetet politike. Në këtë kontekst, kur ndërmerreshin këto hapa të vegjël, drejt hapjes, drejt liberalizimit, një hapësirë u krijua edhe për kritikën letrare. Deri atëherë kritika letrare ishte pjesa më e kontrolluar e produksionit letrar dhe kulturor. Madje, këtu do fusë edhe kritikën kulturore në përgjithësi. Kjo nga që regjimi dhe ato strukturat e tij ideologjike përfshinin veçanërisht kritik letrar, të cilët kujdeseshin që të mos rrezikojë asnjë gjë, të mos shkelej vija e partisë në letërsi dhe arte, dhe veprat që botoheshin, ato që dilnin, që botoheshin nga shtëpitë botuese në Tiranë, por edhe ato që dilnin në faqet e Dritës dhe të Nëntorit, të konformoheshin vijës politike. Kjo ishte detyra e kritikës. Dhe kritika shpesh u tregua veçanërisht e zellshme me këto gjëra deri në fund të viteve 80, edhe nga që kritikët ishin ata që ishin, por edhe për inerci, edhe për një arsye të tretë që nuk dinin ndryshe, sepse kishte kohë që në Shqipëri përdorej vetëm metoda e kritikës letrare sociologjike, që i shikonte veprat artistike si pasqyrim të realitetit dhe i analizonte me metodat përkatëse, kryesisht të huazuara nga kultura sovjetike e periudhës Stalinit. Ajo shtresa e kritikëve që tani po dilte nga skena në Tiranë, përfshi këtu edhe profesorë në universitete, por edhe kritik që punonin në institucione të ndryshme, këta nuk dinin ndryshe. Atë kritik dinin të bënin, atë bënin. Edhe kur nuk ishin ideologjikisht agresiv, vazhdonin t'i flisnin lexuesit të tyre në një mënyrë tashmë të mërzitshme, të pritshme nga lexuesi, ca analiza me personazhe pozitive dhe negative, me heronj pozitiv dhe negativ, me metoda e tipizimit, me pasqyrimi i gruas në dramën e viteve 50, etj. Kjo ishte skena e kritikës.
Kështu që edhe në kritik kishte një hapësirë për të sjellë ndryshime, të cilat ishin prej kohësh duheshin bërë, por nuk ishin bërë. Dhe u shfaq një brez i ri studiuesish, kryesisht të formuar në shkollat, në fakultetin e gjuhëve të huaja, besoj, sepse aty i kishin kontakte më të shumta me kritikën letrare perëndimore, por edhe që i kishin mësuar këto gjëra me mënyra të ndryshme. Unë sjell rastin tim, unë në atë kohë kisha një vit që isha kthyer nga një specializim në Rom dhe aty kisha mësuar shumë gjëra për semiotikën, përfshi edhe semiotikën letrare. Dhe isha njohur me autorë si Umberto Eco, por edhe autorë të tjerë si Roland Barthes, Tsvetan Todorovi, Gerard Genet. Pra ishin autorë që në atë kohë në Evropë jepnin tonin kritikën letrare. Unë në Rom këto gjëra i kisha mësuar pjesërisht nga që kisha ndjekur leksione përkatëse, por edhe nga kurioziteti im individual. Doja të mësoja, doja të merja vesh. Literatura aty ishte lirisht në dispozicion, gjendej edhe në biblioteka, në librari, ku të doja. Veç kësaj, një rol këtu luajti edhe biblioteka që kishin sjell me vete pedagogët francez të katedrës të frëngjishtes në gjuhë të huaja. Kush e mban mend, aty kishte një bibliotekë të mirë, ekskluzive, me libra të kohës, modern, të sjell nga Franca. Jo kushdo mund të hynte aty dhe t'i përdorte ato libra, por disa e kishin këtë privilegj, mund ta quaj. Unë e kisha sepse jepja mësim si pedagog i jashtëm në katedrën e italishtes, edhe ashtu mund të futesh edhe të merrja ndonjë libër edhe tek francezët, edhe ashtu bëra. Kështu që aty gjeta një pasuri tjetër të madhe, madje libra që kur kisha qenë në Itali nuk i isha afruar dot, sepse edhe kushtonin, ishte problemi që atëherë në atë kohë duhet të zgjidhje të çfarë do bleje, çfarë nuk do bleje, kurse të paktën në Tiranë tani mund të gjeje edhe falas. Pra, bagazhi që sollën disa, përfshi edhe mua këtu nga perëndimi, plus edhe biblioteka franceze, ndihmuan për të edukuar studiues të rinj të letërsisë. Dhe unë në atë kohë punoja në Institutin e Gjuhësisë dhe të Letërsisë. Isha në degën e leksikologjisë, por temën e doktoratës ma kishin dhënë, me pëlqimin tim natyrisht, ma kishin dhënë në fushën e stilistikës letrare. Kjo ishte një fushë pak e lëvruar në Shqipëri. Gjevat Loshi na pa të dhënë një kurs pas universitar, besoj nga mezi viteve 80, dhe e mbaj mend që na pa të lënë shumë mbresa qasja stilistike letrare që shpjegonte Loshi, që ishte një qasje e ndryshme nga ajo me cilën ishim mësuar ne që t'i analizonim veprat letrare. Mëtej, duke punuar për doktoratën time, fillova të qëmtoj në poezinë shqipe, që nga fillimet, ose më mirë që nga rilindja, madje edhe më herët me poezinë e Bejtegjinjve, edhe kam botuar disa artikuj në atë kohë, të studinë filologjike, ku studioja leksikun poetik, ose më mirë zhvillimin e leksikut poetik në gjuhën shqipe. Por e shikoja këtë nga ana formale. Dhe kjo, unë besoj që ishte një qasje e re në atë kohë, të paktën sa i përket Shqipërisë natyrisht. Dhe ishte e tillë që të lejonte të kuptoje gjëra më mirë se ç'kishin nxjerrë në dritë kritikët e mëparshëm. Mbaj mend, për shembull, që kalimi në natyrën, në strukturën e leksikut nga koha e rilindjes tek poezia e periudhës pavarësisë dhe më pas tek poezia e realizmit socialist, për të vazhduar pastaj me poezinë gjysmë futuriste të viteve 60 dhe mëtej me atë tjetrën
që u kultivua në vitet 70-80. Leksiku, analiza e leksikut të kësaj poezie në trajektoren e saj, drejt bashkëkohësisë, lejonte të kuptoje gjëra që përndryshe nuk dukeshin mirë. Pra ishte një metodë e frytshme dhe e volitshme për studiuesin. Unë botova në studime filologjike në atë kohë një artikull të gjatë, por mendova që ishte momenti për ta provuar këtë qasje edhe me një publik që nuk ishte ai i revistës studime filologjike, por për një publik që kishte më shumë interesa letrare artistike se sa studimore filologjike, dhe ky do të ishte publiku i gazetës Drita dhe i revistës Nëntori. Kështu që mendova të bëj një artikull për Dritën. Siç ndodhen raste të tilla, të duaj një kontakt. Kontakti im në atë kohë për të dy redaksit, po flas edhe për Nëntorin dhe për Dritën, ishte Teodor Keko. Me Dorin kishim qenë bashkë në universitet, kishim miqësi të madhe dhe e biseduam që të paraqisja një artikull tek Drita. E mbaj mend pastaj artikulli shkoi në redaksinë, nuk e di se kujt i shkoi pikërisht, se mbaj mend mirë, ose Rudolf Markut ose Brizeida Memës, por e pëlqyen këta, cildo që e pa, edhe u botua, e u prit mirë. Natyrisht, ky artikull që merrej me historinë e leksikut poetik nuk sillte ndonjë subversion në metodë, në kuptimin që nuk ishte tamam i sintonizuar me lëvizjen për modernizime të tjerë, jo drejt për drejt të paktën, por ishte një qasje e re, dhe njerëzit e pritën si të tillë, si qasje të re, të freskët dhe produktive. E panë që me këtë qasje të analizës të ligjërimit poetik, që ishte edhe ligjërimi qasje formale, formaliste nëse duam, mund të zbuloje gjëra të reja, të rëndësishme për letërsinë shqipe. Në atë kohë unë botova diçka edhe tek Nëntori, atje ishte Aurel Plasari që më sugjeroi disa gjëra, më pat sugjeruar madje edhe një përkthim të ka qenë një Camillo José Cela, në atë kohë mori çmimin Nobel, edhe më propozoi Aureli që të përktheja fjalimin që ai mbajti, me që aty ai fliste për çështjet të raportit mes gjuhës dhe letërsisë, që lidhesh një farsoj edhe me specializimin tim në gjuhësinë teorike, dhe një propozim që unë e prita me dëshirë, dhe u botua ai përkthimi atëherë. Nuk e mbaj mend si e kam bërë, besoj me kujdes, kështu po. Mbase ishte një çik tepër i vështirë për mua, gjithsesi e futa një këmbë dhe tek Nëntori. Pak më vonë botova edhe një artikull tjetër atje për një dramë të Zia Çelës. Edhe atë e pash nga pikpamja formale, sepse ky ishte specializimi im, të cilin tash unë doja ta bëja një farsoj edhe publik, domethënë ta mësoja lexuesin se çfarë të priste prej kontributeve të mia. Të gjitha këto në vitet 80-90, nuk e kujdoj dot tamam me saktësi. Botova disa gjëra tek Drita, veçanërisht, ishte edhe më lehtë me që dilte çdo javë. Mbaj mend që Rudolf Marku u tregua veçanërisht i interesuar për qasjen time. Bile në bisedë si për njerë me të, folëm edhe për vëllimin e tij poetik të fundit që kishte nxjerrë, edhe nuk është se ma kërkoj, po vetvetiu lindi ideja ime që thash, po sikur ta shikoj edhe vëllimin tënd nga kjo pikpamje, për të parë atë gjuhën, sistemin e shenjave poetike në ligjërimin tënd. Në vëllimin e ri, natyrisht e mirëpriti, e kishte interes për këto gjëra, donte edhe që ta hapte gazetën ndaj këtyre qasjeve. U bë edhe ky artikull, doli. Pra ishte një kohë që po pëlqeheshin këto gjëra, jo vetëm prej meje, por edhe redaksit e të dy Dritës dhe të Nëntorit i mirëprisnin. Një gazetare tjetër e kulturës dhe e kritikës letrare, besoj, ka qenë Brizeida Mema, që më bënda përshtypje sepse ishte e përgatitur edhe teorikisht në fushën time, donte bile të mësonte më shumë,
Pra kishte interes edhe për ta vazhduar bashkëpunimin në një plan edhe më teorik. Mbaj mendje mi takuar disa herë për të biseduar se çfarë mund të bënim në këtë fushë, jo vetëm për shkrimet mia, por në përgjithësi si ta orientonim pak kritikën letrare në faqet e dritës drejt qasjes semiotike letrare. Një qasje tjetër që e pata sugjeruar unë me një artikull po tek drita ishte ajo e teorisë receptimit, që e shikonte tekstin letrar nga pikpamja e lexuesit. Kjo ishte e ndryshme nga semiotika letrare, formale, strukturaliste që kisha zbatuar deri atëherë, por natyrisht edhe kjo ishte relativisht e re për lexuesin në Tiranë, megjithse edhe kjo mund të thoshte edhe në fakt u sollën gjëra të reja për të kuptuar se si i qasej lexuesi letërsisë bashkëkohore, veçanërisht poezisë. Poezia unë e preferoja sepse ishte fusha që po studioja në atë kohë, por edhe ndoshta edhe pak më e lehtë për tu analizuar nga ana formale. Proza kërkonte qasje të tjera. Kisha në plan të merresha edhe me prozën në atë kohë, kisha shumë plane. Natyrisht në lidhje edhe me doktoratën që doja të mbroja, autorë si Ekoja dhe Bartesi u plotësua nga të tjerë, nga Todorovi, nga Geneti, nga autorë të tjerë francez kryesisht, sepse e para francezët ishin në avangard këtyre studimeve, por edhe fal bibliotekës franceze që kishim, se s'kishim të tjera, atë kishim. Domethënë, nganjëherë edhe një gjë fare aksidentale si kjo mund të ndikojë në zhvillimet e reja. Në atë kohë me Ardian Klosin dhe me disa kolegë të tjerë patëm filluar të përkthenim dhe donim të botonim një antologji të mendimit kritik perëndimor bashkëkohor në fushën e kritikës letrare. Kishim futur aty autorë që ne i njihnim, materiale që sa i kishim gjetur në Tiranë, po shumicën i kishim sjellë edhe me vete, kush nga Italia, kush nga Franca, fotokopje, gjëra, disa i kam akoma në shtëpi. Bile donim këta botonim këtë gjë. Klosi ishte në atë kohë redaktor, punonte si redaktor në shtëpinë botuese në Infrashëri. Pra kishte një lloj bashkëpunimi, një lloj sinergjie mes institucioneve të ndryshme të kulturës për të sjellë risi. Dhe kjo, sa i përket fushës time, nuk ishte detyrimisht subversive. Domethënë, ne nuk synonim të shkatërronim në atë kohë, të paktën siç e mbaj mend, po ne synonim të sillnim të ren. Dhe sillnim të ren jo si të tillë në vetvete, por sepse mendonim që duhej sjell dhe mendonim që ishte e dobishme për studimet tona, për perspektivën tonë, por edhe për krejt kulturën shqiptare. Kjo ndodhte në gjysmën e parë të vitit deri në fund qershorit, si më thënë, para ngjarjeve të Korrikut, ishte një lloj lëvizjeje, ne ende nuk e mendonim që mund të ndodhte një përmbysje ashtu siç ndodhi. E prisnim që të ndodhte, por ndoshta edhe me pak miopi, të paktën sa më përket mua, që e prisnim të gjë në kulturë. E shikonim pak ngushtë atë perspektivën e jetës sonë dhe të punës sonë. Donim që të hapi kultura pa menduar se çfarë konsekuencash do të kishte kjo për jetën në përgjithësi në Shqipëri, sepse ti nuk mund të hapësh vetëm kulturën dhe të mbash të mbyllur ekonominë ose të vazhdosh me politikën e atyre xhaketave të vjetra të Enver Hoxhës. Por në një farë mënyrë atyre ju kishim hequr vizën, nuk i mendonim fare, i konsideronim si kukull, kështu si dordolec, edhe thjesht kthenim kokën nga ana tjetër, se edhe na kishin lodhur në fakt. Donim të bënim gjëra, ne ishim në kulmin e produktivitetit në atë kohë. Kur them ne, nuk kam qenë vetëm unë, kemi brezi im i gjithi, ose të paktën ne që bashkëpunonim për këto studime. Dhe thash, drita dhe nëntori na ndihmuan për këtë gjë. Pra na ndihmuan si platforma ku ne të vendosnim produktet tona.
Natyrisht unë kisha botuar në studime filologjike, që ishte revistë shkencore e Akademisë së Shkencave, por tjetër gjë ishte botimi tek një gazetë që kishte prestigjin e dritës, prestigjin kulturor, autoritetin kulturor të dritës dhe të nëntorit dhe lexueshmërinë, sepse po flasim për 10 mijëra në mos 100 mijëra lexues, drita botohej çdo javë dhe ishte në një farë mënyrë edhe barometri i jetës kulturore në Tiranë. Kështu që unë kam kujtime të mira nga ajo kohë, më duket se po bënim gjëra me vlerë të gjithë bashkë, duke përfshirë këtu edhe gazetarët që na I mundsonin këto, ata që përmenda që nga Teodor Keko dhe Aurel Plasari, Ademi Strefi ka qenë aty që dhe ai ishte I pranishëm, por edhe gazetarët e dritës, Rudolf Marku, Briseida Mema, Bardy London mbaj mend që ishte gjithmonë I gatshëm për të ndihmuar. E ndonjë tjetër që I kërkoj ndjes nëse nuk e kujtoj në këtë moment, por di që ishte një atmosferë mjaft miqësore për ne që kërkonim ndryshimin. Pastaj me çfarë ndodhi nga Koriku e këtej, ndryshuan pak gjërat sepse u krijua një lloj gjendje krize ku njerëzit nuk e kishin më mendjen të bënin ndryshime në kulturë, po kërkonin ndryshime më radikale, duke filluar dhe nga përmbysja e regjimit vetë, e dim se si ndodhen ato gjëra. Dritën dhe nëntorin në atë periudhë I mbaj mend si faktor pozitiv, si vatra ku kultivoheshin të rejat kulturore edhe në përballje me censurën dhe armiqsinë e pushtetit.